Banorët të njësive administrative Surroj dhe Korç u mblodhen sot përpara Bashkisë së Kukësit për të protestuar kundër gjendjes së amortizuar të rrugës Mama-Surroj, rreth 30 kilometra gjatë, e cila lidh disa fshatra me qytetin e Kukësit. Ata mbanin pankarta ku lexoi nga janari në Mamës dhe Surroj nuk do të hapen shkollat dhe 70 milion euro të ardhura nga Mamëzi, zero investime për këtë fshat. Banorët shprehin të zhgënjur pasi ndërtimi i rrugës u është premtuar disa herë ndër vite, por sipas tyre nuk është marrë asnjë veprim konkret. Brenda këtij viti protestuesit kanë dalë në disa raste për të kërkuar zgjidhje. Rrugë s'kemi që 30 vjet që ka ndërtuar atë rrugë, po hajtë sot, hajtë nesër, në Leqë s'kemi rrugë. Gjithë mbetorinat, në Morin, këtë fshata, Dengri Këqoj, Shishta Vec, vini shkarkojnë në Mamës. I vetëmi ka të në Mamës s'ka kosh mbetorinash. Kosh që me vu nuk ka, se s'ka pru bashkia. Ujësilësi, që është mo, s'ka kosh ujë. 40% e fshatit merë, ka 50 litra ujë, mund të marrë se di, se nësë marrë, po s'merë kosh ujë. Nuk ka shvu dorë, fare, se ka shumë. Kemi protestu, po të thanë, jo do bëjmë këta, jo do bëjmë ata. Vjen, erdhi në votim me Ballukja, sa rruga more fond, doli fondim, shkoj. Atje si, për ato ka, për ne jo. Ne kërkojmë drejtën tonë. U rrinë Tiranë kaq vite, u kom marrë vetëm për rrugën e Surrejt me protestu. Alo hecim, më shatu si nga ka bodhërati Italia në 39-ën. E mas Italisë e Gjermoni, e mas Gjermoni të Denveri, e kanë shfrytzuar me landrësore, me minerale, me kra me hekër nikel, e me nëmë të zezë, si me konë një llogaritar me 4 klasë shkollë, ta shet rrugën, si me ështru me flori, e jo me ështru me asfalt. Se a marrja është zotit. Shko ku shkon mo? Po që mo me dalë me zonë u dhe komit? Shku gjatë tjetër, të vesh, o t'ja me ka pushkën, ka higa e kordi taj. Vetëm me protesta, s'ka asë një rrugë tjetër. Disa heke në protestues, bëhat lakë, në trajtojnë si njërës që me tonë, si qytetarët dorës dytë. Ne kemi shumë vite pa rrugë dhe nuk është marrë asë një masë për rrugën. Ne kërkojmë rrugën. Keni dalë disa herë në protesta? Shumë herë, asë një zgjidhje. Nuk është donë. Si duhet një zgjidhje? Ne do bëjmë protestë deri sa të zgjidhet puna e rrugës. Ata paralajmëruan se nga muaji janar në Mamës dhe Surroj nuk do të lejohet hapja e shkollave, si dhe njoftuan për përshkallëzim të protestës nëse nuk merret vendimi për nisjen e punimeve. Mamës dhe Surroj nuk do hapen shkollat. Je në zonë shkollë ti? Po. Do shkosh në shkollë nga janari? Ja. Pse? S'ka rrugë. S'ka rrugë. S'ka rrugë, si e bën këtë rrugë të vërsh në shkolla? Shkolla larg? 2-3 kilometra. Shkojmë në kamë. Qa klasë jeti? 9-ën. Do thot do përkujtosh mësimin duke fillu nga janari? Po. Mi bashku banorëve të fshatit? Po. Nga cilë fshati? Nga fshati Surroj. Bashkia Kukës ndërkohë deklaroi se projekti i rrugës së Mamës Surroj është përfshirë sërish në listën e investimeve prioritare për vitin 2026 me një vlerë prej 521 milion lekësh. Sipas njoftimit, rruga do të ndërtohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe aktualisht ndodhet në fazë prokurimi. Më 6 mars 2025, Bashkia Kukës i është drejtuar zyrtarisht Fondit Shqiptar të Zhvillimit për financim të projektit, pasi e ka të pamundur ta mbulojë me të ardhurat e veta. Burimet pranë bashkisë shërojnë se kostoja e projektit është rreth 5 herë më e lartë se të ardhurat vjetore të bashkisë. Rruga Mamës Surroj është premtuar gjithashtu gjatë fushatës elektorale nga ministreja Belinda Balluku në mbështetje të kandidatit të atëhershëm për mandatin e dytë si kryetar bashkie Safet Gjitsi.